365 fitore në 365 ditë, propaganda edhe realiteti I hidhur I Kosovës. Në oborin e White House, realiteti duket se funksionon ndryshe. Me rastin e përvjetorit të inaugurimit të Donald si president I Shteteve të Bashkuara, administrata e tij publikoi një listë me 365 fitore në 365 ditë. Një nga këto fitore e renditur në numrin 147 është ajo që Shtëpia e Bardhë quan, ndërmjetësoi normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Një deklaratë që tingëllon madhështore në letër, por që bie ndesh brutalisht me realitetin në teren. Jo vetëm që përsëriti këtë pretendim në konferencë për shtyp, por shkoi edhe më tej, duke deklaruar se meriton çmimin Nobel për paqen, pasi sipas tij ka ndalur 8 luftëra. Mes tyre, sipas narrativës së tij, edhe një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin pretendon se e ka parandaluar duke kërcënuar të dyja palët se nuk do të tregtonin më me shban. Por këtu fillon absurdi. Në botën reale, Kosova nuk jeton në paqe të garantuar nga deklaratat e Trump. Në botën reale, autorët e sulmit terrorist ndaj Kosovës, një sulm I armatosur I organizuar dhe I dokumentuar, ende nuk janë arrestuar dhe as gjykuar nga drejtësia. Në botën reale, Serbia vazhdon të kërcënojë, të armatoset dhe të sillet si faktor destabilizues në rajon. Dhe në këtë botë reale, normalizimi ekziston vetëm në komunikata politike dhe lista propagandistike. Vetë presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, pas kthimit nga vizita në Serbë, deklaroi se në fund të majit 2025 kishte marrë informacione konkrete për plane të reja të Serbisë për përshkallëzim në kufi. Ajo reagoi menjëherë, duke mobilizuar institucionet e sigurisë dhe duke informuar aleatët ndërkombëtar për të parandaluar eskalimin. Kjo deklaratë e Osmanit është prova më e qartë se paqja e Trumpit është një iluzion. Sepse paqja nuk matet me fjalime, por me mungesë kërcënimesh. Nuk matet me lista PR, por me arrestime, gjykime dhe drejtësi. Dhe mbi të gjitha nuk ndërtohet duke kërcënuar palët me embargo tregtare, sikur paqja të ishte një marrëveshje biznesi. Jeton në një botë paralele, ku ai I merr meritat për ngjarje që nuk I përkasin, shpall fitore që nuk ekzistojnë dhe shet realitetin si një produkt marketingu. Ai sillet si një fëmijë I llastuar politikisht, që kërkon duar trokitje për çdo fjalë dhe lavdi për çdo zhvillim, edhe kur faktet e rrezojnë hapur. Kosova nuk ka nevojë për mite. Ka nevojë për drejtësi. Nuk ka nevojë për lista fitoreje nga Shtëpia e Bardhë, por për arrestimin dhe ndëshkimin e atyre që e sulmojnë. Derisa terroristët të jenë të lirë, derisa Serbia të vazhdojë të kërcënojë dhe derisa realiteti të mohohet nga propaganda, çdo pretendim për normalizim është jo vetëm I rrem, por fyes për viktimat dhe për inteligjencën publike. Në fund, kjo histori nuk flet për paqen, flet për egon. Dhe për një njeri që ngatëron botën reale me skenën ku ai dëshiron të duket si hero, edhe kur faktet e nxjerrin zbuluar.